Ky është dallimi mes halalit dhe haramit. Nëna ime, një ditë kur isha i vogël më tha: "A mundesh ta shqiptosh fjalën halal dhe buzët e tua të mos mbyllen gjatë shqiptimit, po të vazhdojnë të mbeten të hapura?" E bëra dhe i arrita ta shqiptoj pa mos i bashkuar buzët fare. Pastaj më tha: "A mundesh ta shqiptosh fjalën haram dhe të mbeten buzët e tua të hapura?" E provova disa herë, por nuk munda. I thash i mërzitur: "Nuk po mundem dhe sado që po përpiqem, në fund buzët po mbyllen." Nëna qeshi dhe më tha: "Birim, ky është dallimi mes halalit dhe haramit. Birim, harami është mbyllje dhe vuajtje, kurse halali është hapje dhe lumturi. Zgjidh cilën të duash, ose do të hapen dyert e dynjas dhe ahiretit, ose do të mbyllen të dyja botët në fytyrë." Nga ajo ditë, kur e bëja një haram, nëna i mbyllte buzët dhe fytyra ju vrenjt, kurse kur e veproja një halal, i hapte buzët me buzëqeshje. Më tha: "Birim, nëse do që të shohësh buzëqeshjen e nënës tënde, gjithmonë vepro me halal." U rrita dhe gjithmonë përpiqesha që asnjëherë mos ta humbi buzëqeshjen e saj. Ide e mirë edukatore për ta edukuar fëmijën se si të shkoj pas halalit dhe ta urrej haramin.